Mos shumti do t'i kishte konvenuar. U gjendë më së miri nga të gjithë në zonën e rreptësisë. Zhvillohet nesër. Jo, mundësia me Real Madrid 1-0. Donald Vitia qau mbrojtjen për të shënuar. Perfekti Malishevës. Malisheva kështu e mori avantazhin ndaj Prishtinës në Albi Superligën e Kosovës. Vendasit nuk u ngapën me kaq pasi e kërkuan edhe golin e dytë. Megjithatë, atë nuk e gjetën. Rastet për goli pati edhe Prishtina në anën tjetër. Mes tyre ishte edhe shansi i arti Aksel Gnapit për të cilin komentatori i ndeshjes pati një koment epik. Pozicioni rregullt, Gnasi. Po Aksel bre po edhe unë e kësha dhonë qëto. Para fundit të pjesës së parë, Malisheva ju rikthye sërish rasteve për avantazhin e dyfisht, për goditja Drilon Hazrullaj ishte e lehtë. Me të filluar pjesa e dytë, një arkim i mirë i Gallapenit e vendosi në rast 1-1 me portierin Leo Kryezion, por nënshi i Prishtinës nuk mundi të plasoj goditjen. Me qenë se nga afërsia nuk ishin të sakt, kryeqyteta si qëllimin provuan të arrin nga distanca. Megjithatë këtë goditje të rigon Lugicit e ndali Ilir Avdyli. Deri në momentin e fundit pati disa mundësi për të dyja skuadrat, por asnjëra nuk ishte e mjaftueshme për të ndryshuar rezultatin e arritur në minutën e dytë. Pasi arriti fitoren minimale 1-0, Malisheva e blindoi edhe më shumë pozitën e tretë, teksa Prishtina qëndron një pozitë më poshtë. Malisheva Prishtina 1-0.